Të flasim për motivimin nuk mjafton. Duhet të veprojmë. Të gjithë kemi nevojë për mendime dhe energji pozitive. Të gjithë kemi nevojë për zhvillim. Kemi nevojë për ndryshim. Por ndryshimi nuk është vetëm çështje aftësie apo informimi, por edhe motivimi. Ëndrat e mëdha kanë nevojë për edukim të vazhdueshëm, kanë nevojë për sisteme mbështetëse, por edhe për krah. Pra kanë nevojë për motivim. Të gjithë kemi nevojë për motivim të vazhdueshëm, por motivimi i vazhdueshëm kërkon plotësimin e nevojave në mënyrë të vazhdueshme. Motivimi është si zjarri, shuhet nëse nuk e frymëzojmë vazhdimisht. Motivimi kërkon përpjekje. Motivimi është si biçikleta. Duhet të lëvizim pedalin që ajo të punojë. Nëse nuk jemi të motivuar dhe vazhdimisht i shtyjmë gjërat, kjo nuk kupton. Ose nuk kemi objektiva të qarta, ose objektivat janë të vogla dhe nuk na frymëzojnë. Në asnjë moment nuk duhet ta lëmë veten të pamotivuar. Por si mund të motivohemi vazhdimisht? Duke vendosur objektiva të reja. Objektiva duhet jenë sfiduese, të qarta dhe me kuptim. Por vetëm vendosja e objektivave nuk mjafton. Duhet kemi edhe dëshirë të fortë për t'i arritur ato. Duhet kemi një arsye të fortë. Nëse arsyeja nuk është e mjaftueshme dhe nëse nuk krijon emocion, motivimi është i dobët. Nuk duhet harrojmë se forca më e madhe motivuese e njeriu për ndryshim është nevoja për të shmangur dhimbjen ose dëshira për të fituar kënaqësi. Zakonisht, motivimi nxitet nga frika, nga nevoja, nga përgjegjësia, nga dashuria. Pra, cila është arsyeja juaj e vërtet, dëshira apo nevoja, dashuria apo frika? Nëse kemi një objektiv, por nuk e kemi të qartë arsyeën, duhet të mendojmë pak. Mbase arsyeja jon është se jeta që po jetojmë nuk është ajo që kemi ndëruar. Mbase arsyeja është për të bërë të krenar dikë tjetër, për t'i dhënë shpresë familjes tonë, për t'u treguar atyre se çfarë është e mundur të arrijnë në jetë, për të kontribuar, për të jetuar një eksperiencë emocionale, për të zhvilluar veten, duhet ta gjejmë. Cila është arsyeja jon? A është e fortë? A na emocionon? Veprimet të përsëritura pa arsye, pa qëllim, pa kuptim, pa emocion, pa harmoni e thajnë energjinë. Pra, duhet të kemi një objektiv sfidues, të qartë. Duhet ta dëshirojmë. Duhet të kemi një arsye të fortë. Duhet të besojmë se mundemi. Duhet të kemi një plan dhe vetë disiplinë për ta zbatuar atë plan. Nga jeta nuk marrim çfarë nderojmë, por çfarë meritojmë. Prandaj duhet të emocionohemi, të marrim vendimin të jetojmë jetën në gjendjen më të lartë emocionale, në çdo moment, pavarësisht rrethanave, të motivohemi për të vënë veten në veprim, të motivohemi për ta çuar jetën tonë në një nivel më të lartë. Duhet të marrim vendimin që të veprojmë menjëherë, me energji, në mënyrë që ta shijojmë jetën tani dhe në vazhdimsi. Motivimin duhet ta kërkojmë brenda vetes. Motivimi i brendshëm është më i fortë dhe më i lehtë për t'u arritur. Motivimi i brendshëm është një vendim, është zgjedhje, pra e kemi vetë në dorën tonë. Të flasim vetëm për motivimin nuk mjafton. As sasia e njohurisë nuk mjafton, as gjë nuk mjafton, nëse nuk veprojmë, nëse nuk qartësojmë veten, nëse nuk përmirësojmë vazhdimisht, nuk mësojmë nga gabimet, nëse nuk ngrihemi sërish mbas çdo pengese, edhe më të fortë, edhe me më shumë energji. Gjithsesi, njerëzit shpesh thonë se motivimi nuk zgjat, po as dushi nuk zgjat. Prandaj rekomandohet që ai të bëhet çdo ditë, thoshte Zig Ziglar. Pra, motivimi nuk zgjat nëse nuk përsëritet. Motivimi i vetes dhe i njerëzve rreth vetes nuk është një event që ndodh vetëm një herë, por është një proces i vazhdueshëm. Çelësi i motivimit është i ndryshëm për njerëz të ndryshëm. Nëse duam të inspirojmë, duhet të kuptojmë se çfarë motivon secilin prej tyre. Pra, çdo njeri ka një çelës motivues dhe të gjithë mund të motivohen. Por ne duhet të jemi të motivuar për të inspiruar të tjerë të motivojnë veten. Pra, të mos harrojmë të përgjigjemi edhe pyetjes. E kujt është përgjegjësia për motivimin tim? Vetja ime. Unë besoj, për angazhimin më të mirë të njerëzve në punë kërkohet plotësimi i dy kushteve. E para, kompania të krijojë mjedisin e duhur. E dyta, punonjësit të marrin përgjegjësitë për të motivuar veten. Duhet të pranojmë realitetin se ne nuk i ndryshojmë njerëzit, ata ndryshojnë veten nëse duan. Përgjegjësia jon është të jemi shembull i sjelljeve të duhura, të inspirojmë dhe të krijojmë kushte që ata të motivojnë veten e tyre.